Jemi rikthyer live në mëngjes, besoj që gjithë këto ditë, sidomos ata cilët janë në kryeqytet kanë ndjerë një trafik të rënduar, për cilin ne do të flasim në këto momente për të kuptuar pak më shumë se si do të jetë qasja, le të themi, edhe e rrugores në lidhje me këtë problematikë dhe se si mund të zgjidhet, sepse është një problem i vazhdueshëm, jo vetëm i kësaj jave. Ditën e sotme me ne në studio është eksperti i sigurisë rrugore, Fadil Likaj. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni këtu. Mirëmëngjes, Fadil, faleminderit që jemi ne, gjithmonë duke shpresuar që të rregullohet situata, duke pritur që të mbarojë sezoni veror dhe do të çlirohet situata, mbaron sezoni, fillon le themi sezoni akademik, fillojnë punët, fillon shtatori, por me sa duket nuk po kemi një qetësim të situatës, saqë më tepër ku ka dhe punime në rrugë her pas here, siç ndodhi edhe në rastin e fundit me autostradën nga Vora në urën e Delanit, pati një kolaps. Çfarë nuk shkon me sistemin rrugor shqiptar? Ashtu siç dihet, ashtu siç e pamë edhe gjatë sezonit veror dhe vetëm në sezonin veror, e shohim dhe tani që akoma nuk ka ikur stresi nga përdoruesit e mjeteve, sepse ashtu siç e dim, rrugët këto janë shtimi i flukseve të lëvizjes ose sjellja e një sasie të madhe të mjeteve, qoftë nga rruga Thuman-Kashar, që është një rrugë e klasifikuar autostradë, ku ka 2 kursi për sens lëvizje dhe ku shpejtësia është rreth 130 km/h në shpejtësi maksimale e saj. Kjo bën që të sjellin në një kohë më të vogël sasi më të madhe të mjeteve që qarkullojnë. Dhe kjo bën shtimin e fluksit të lëvizjes në mënyrë artificiale më të shpejtë. Duke krahasuar, ne shikojmë që segmenti rrugor Tiranë-Durrës, siç e dim që është një pjesë e saj është kthyer në një kantier ndërtimi dhe shpeshherë enti pronar ka vendosur një tabel kufizim shpejtësie 40 km/h dhe kjo gjë bën që shpeshherë mund të kemi drejtues mjete që e rregullojnë shpejtësinë dhe mirë, po nëse një drejtues mjeti rregullon shpejtësinë me 40 km/h, imagjino ku mund të vi trafiku, mund të vinë në qendër Tiranës. E para kjo dhe e dyta, shikojmë që segmenti rrugor që është nga Vora në drejtim të Durrësit, kursia krau djathtë është totalisht e amortizuar. Dhe ne më shumë pjesë gjatë gjithë ditës, më shumë funksionon një kursi ajo krau të majtë se sa krau djathtë. Dhe kjo ka bërë që të kemi një shtim të fluksit të trafikut. Kolapsi se ënës u lidh në fakt me atë riasfaltimin që u mendoi që do të bëjë Vorë-Durrës. Po, se do doja të ndalesh edhe te kjo pikë. Menjëherë sapo u dha vendimin që do të kishte një rrugë alternative që do duhet ndiqnin qytetarët, u pa që ky kolapsi ishte jashtëzakonshëm, qytetarët u mbi ngarkuan, nuk kapën dot oraret e punës dhe u kthye rregulli për ta vendosur gjatë natës. A mendon se duhet të ketë paraprakisht konsultime para se të shkohet në këtë pikë, pra të jepet një njoftim dhe më pas të tërhiqet, sepse kuptohet që kjo situatë është e pamenduar dhe e pa llogaritur nga ana e rrugore? Padyshim. Shiko, në strategjinë e projekteve ndërkombëtare hartohet një plan i menaxhimit të trafikut përpara se të bëhet planizimi në investimin në ndryshimin e tapetit të segmentit rrugor. Në momentin që do bëhet planifikimi për ndryshimin e tapetit, do të hartohet një plan strategjik i menaxhimit të trafikut, që do thotë do studiohen flukset e lëvizjeve në segmentin rrugor që vjen në segmentin interurban, që vjen nga Lushnja në Durrës në drejtim të Tiranës, pra flasim fluksi i jugut, monitorohet fluksi i jugut, sa mjetë kalojnë gjatë kësaj dite, ose gjatë një fundjave, ose gjatë një jave, dhe kur do t'i kryesh punimet. Do të bëhet studimi i fluksit të lëvizjeve në raport me investim ose në raport me ndryshime që do bën tapet. Dhe studiohet që në këtë segment rrugor këtë javë kanë ardhur 2000 mjete. Do na lejoni edhe një ndërhyrje, meqense duam ta lidhim me fjalën tuaj, se shpeshherë gjithë kjo situatë që krijohet lidhet edhe ndonjëherë edhe me motin, dhe duke qenë se janë parashikuar që do të ketë shira, ndoshta edhe qytetarët detyrohen shpeshherë ta marrin më masivisht makinën e si do na sjell një panoramë mëngjesin e sotëm, sepse me sa shoh ka një lloj trafiku krahasuar me ditën e djeshme që ne u munduam të kuptonin se çfarë po ndodhte në kryeqytet, si do si e sheti, e bën dot një dallim nga dje që ishte kohë e mirë dhe sot që le të themi ka më shumë vranësira dhe qytetarët ndoshta janë detyruar të marrin automjetet e tyre? Po, Birgina, përshëndetje sërish, duke se rrugët e Tiranës po përballen me një fluks të shtuar sa i takon trafikut, sidomos në pikat hyrëse në kryeqytet. Ne ndodhemi pikërisht në zogun e Zi, në rreth rrotullimit e zogut të Zi, ku le të themi segmenti rrugor nga mbikalimi i kthesës së Kamzës deri tek rreth rrotullimi i zogut të Zi është i ngarkuar me një trafik të rënduar, le të themi, ndryshe paraqitet situata nga ana tjetër, për në pikat dalse të Tiranës nga zogu i Zi drejt kthesës së Kamzës, ku nuk ka trafik pothuajse
se fare. Gjithashtu, rënduar paraqitet situatat paktën nga informacionin që kemi marrë dhe në pikat e tjera ose në akset të rëndësishme të rrugëve të Tiranës, kryesisht në afërsitë të qendrës, pa rreth rrotullimit letim ose rrethi pranë Bashkisë së Tiranës, e cila lidhet me zonën e Nënkaçeve, rruga Elbasanit, ish stacioni i fundit i Tiranës së Re, stacioni i trenit, si dhe akset e tjera të rëndësishme në Tiranë. Duke mos dashur të përsëritemi, të paktën sipas policisë rrugore, shkak për trafikun janë shtimi masiv i automjeteve, të paktën gjatë viteve të fundit në Tiranë, por jo vetëm, por edhe akset rrugore të cilet po i nënshtrohen të paktën ndërhyrjeve, siç është autostrada Tiranë-Durrës, siç e tha dhe eksperti, duke ulur shpejtësinë e lejuar dhe afati i gjatë i punimeve. Paralelisht hoqën edhe monopatinat elektrike, kështu që besoj kjo e rëndon apo jo situatën. Ishte vendimi drejt, Fadil? Do e quaja unë jam 50-50, edhe ishte vendimi drejt, nëse ne shikojnë aspektin e sigurisë rrugore, por nga ana tjetër qytetarët u kthy si një mjet i domosdoshëm për të kryer punët më shpejt dhe në kohë. Pasi e dim që në Tiranë është kthyr në stres, të shkosh në punë, të kryesh angazhimet familjare. Po, në aspektin personal të mbaron punë skuteri, po në aspektin e komunitetit. Në aspektin e sigurisë është kthyer në problematikë, sepse ne kemi pasur aksidente patinë elektrike këmbësor, patinë elektrike fëmijë në trotuar apo kanë ndërprer rrugën në mënyrë të befasishme për drejtues të mjeteve, ku drejtues të mjeteve mund të kenë shkuar në burg, dhe kjo është e pafalshme që dikush mund të shkojë të rishoqëruar 3 ditë derisa dalë në masë sigurie, sepse është një papërgjegjësi me patinë elektrike që të pret rrugën në mënyrë të befasishme. Edhe kjo është për të ardhur keq, Ku mund të jetë përgjegjësia, se shumë njerëz akuzojnë policinë rrugore, që qëndron sipas jush që gjithë përgjegjësia të kalojë te policia rrugore. S'ka ndikim fare te patinat elektrike, sepse jo vetëm te kjo, po flasim në tërësi për trafikun, për problematikat që ka qarkullimi në kryeqytet, vështirësinë që qytetarët kanë. Në Shqipëri qytetarët kanë fobi policinë dhe çdo veprim të gabuar çfarë bëhet në Shqipërinë e ka fajin policia. Policia në aspektin e sigurisë rrugore ka apo s'ka 10% të ndikimit në mbarvajtje, pasi janë shumë mekanizma që do të ndikojnë në parametrat e sigurisë rrugore, e cili është entreprenari i rrugës, ku flasim entreprenari i rrugës është në rastin tonë është bashkia, ku do të ketë planifikimin, menaxhimin e trafikut, është përgjegjësia e bashkive, nuk është përgjegjësia e policisë të bëj planin e menaxhimit trafikut, rrugët, ndryshimet, kursitë e biçikletave, kursitë e mjeteve të dedikuara transportit publik e kështu me radhë. Janë diskutuar disa gjëra në raport me rifunksionimin e skuterave në qytet, ose mosha, kriteri moshës që duhet të plotësojnë, pajisurit me, le të themi, me kushtet mbrojtëse për sa i përket fizikut, por gjithashtu edhe të pasurit një targ, apo edhe të siguruarit. Mendon se do të funksionojnë edhe cila do të plotësohet për do të përcaktohet, si fillim do të përcaktohet njërë në cilin kategori do të klasifikohet ky kategori mjetish, në bazë të kategoritë të cilët do të klasifikohet, do përcaktohet çfarë leje drejtimi nevojitet për ta drejtuar. Se për shembull në vend e Bashkimit Evropian është detyrim që do të ketë leje drejtimi. Këtu unë do sugjeroja kategorinë AM, ku një drejtues patine elektrike të ketë njohuri mbi rregullat e qarkullimit rrugor dhe jep provim vetëm pjesën e teorisë, jo praktikës, sepse ai praktikën e mëson që fëmijë, por nga ana teorike, të mësoj se si duhet sillet në rrugë, sepse ai drejtues patine elektrike, qoftë i mitur, po qoftë i maturuar, nuk di se si do sillet pranë një rrethrrëllimi, nuk di se si do sillet pranë një kryqëzimi, apo nuk di si sillet pranë një situate të rrezikshme në rrugë, sepse ne dimë që nëse ecim me mjet, automjet, patinë elektrike nuk ka rëndësi. Mjeti dihet që përballet çdo ditë me rreziqe të rëndësishme. Po përfitoj nga rasti edhe për të kujtuar që Alpsig jep mundësinë për kudo që do sa më shumë siguri, dhe sidomos në situatën kur kryeqyteti gjithmonë më shumë ka problematika të tilla, për çdo qytetar mund të drejtohet në zyrat e Alpsig për të marrë asistencën dhe për të parë se si mund të jetë forma më e mirë, pse jo, për të siguruar veten e tyre qoftë me automjet dhe jo vetëm. U mendua që do të kishte një lehtësim, një shfryrje të trafikut me unazën. Siç edhe monopatinat teorikisht do duhet ta kishin lehtësuar trafikun, por nuk e kemi parë shumë të reflektuar. Çfarë ka dështuar në këtë aspekt? Unaza ka vetëm një problem, në cilën hyrjet dhe daljet. Pra, çështja konstruktive e infrastrukturës rrugore, sepse hyrjet e daljet të unazës janë bërë me një kursi, që do thotë në gjithë unazën qarkullojnë mjetët në mënyrë të lirshme, nuk ka trafik në unazë. Trafiku krijohet kur kemi hyrje apo dalje, siç është mbikalimi i kinostudios, siç është zona Tufinës, siç është liçeni. Do të thënë zakonisht e gjitha unaza është e ngrahuar. Mirë, po kjo çka ka bërë?
Në moment që kemi prurje të fluksit dhe nuk kemi çfryrje tek daljet, do kemi trafik. Sepse në qoftë se korsia aty të sjellë në një kohë më të shpejtë, të sjellë sasi më të madhe mjetësh, ajo është një korsi me gjerësi 3.5-3.7 metër dhe aq më tepër nuk thith qyteti dhe normalisht do të kemi trafik. Unë do isha kundra pjesës që kemi vetëm një korsi për dalje, do të ishte minimalisht 2 korsi për dalje, në mënyrë të tillë që të ishte trafik kinematik, trafik i lëvizshëm. Një shembull konkret mund të jemi tek mbikalimi i Tegut, rreth i Tegut, që kemi 2 korsi për të futur dhe për të dalë. Edhe në një moment caktuar mund të ngarkohet, por është e qarkulluar. E qartë, dhe për ta përmbyllur së bashku, zoti Likaj, sa i përket sinjalistikës rrugore, janë bërë ndryshime sigurisht, nuk mund të themi që nuk janë bërë, po a ka nevojë për përmirësim? Padyshim. Ka nevojë shumë për përmirësim dhe shumë janë në zonat urbane, sepse rrugët interurbane shpeshherë ka qenë objekt edhe nga ne si ekspert autoteknik, duke denoncuar, duke punuar dhe ka një farë ndryshimit, padyshim ka nevojë shumë, por qytetet janë skandal. Janë skandal sepse nuk vendosen sinjalizimet qoftë në rrugët e brendshme të lagjeve, por edhe në rrugët kryesore të qyteteve janë vërtet skandal, ka shumë nevojë. Kemi qytete që nuk kanë sinjalizimi horizontal vjet e bardha ose kufizim të rrugëve, janë skandal. Unë do përmendja Korçën, Shkodrën, Gjirokastrën, Vlorën, po ka nevojë ndryrje, është të kemi parë incidentet jashtëzakonshme në fakt me nuk ka sinjalizime të brendshme. Sinjalizimet e brendshme në zonat urbane janë vendosur disa që po bëjnë 20 vjet, nuk janë ndryshuar dhe ato ndryshime që i bëjnë punëtorët e mirëmbajtjes së gjelbërimit të glasit. Më kuptoni që s'ka një nivel kuadri ose nuk ka një ekspert që të bëjë një studim ndonjëherë të vendosura me semaforët, me degët e pemëve që ndoshta bëhen të pamundura për të shquar. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit shumë.